Lojrat mesatare Taranto 2026 ngrenë siparin e tyre zyrtarisht të premten në mbrëmje, duke nisur me ceremoninë e hapjes në orën 20. Një ceremoni e hapje, e cila do zhvillohet në stadiumin Erasmus Jakobone dhe që do të vijë drejt për drejt në rrjetin e radio televizionit shqiptar, si gjithë ky edicion i 20 i lojrave mesatare. Një edicion që ka patur dhe bekimin e Papa Leonit të 14, ndërsa në hapje do të jenë të pranishëm presidenti Italisë Mattarella, si edhe kryeministri i shtetit për te Adriatikut Meloni, ashtu sikurse pritet të jetë i pranishëm për Shqipërinë, presidenti i Republikës Bajram Begaj dhe ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha. Gjithsej në këtë edicion të 20 janë 26 komitete olimpike pjesëmarrëse, ndërsa janë 32 disiplina sportive, nga të cilat 27 sporte olimpike dhe 5 jo olimpike. Dhe të gjithë sjellin në Taranto mbi 4000 sportistë, atë ku pjesën më të madhe të delegacionit e mban vendi mikpritës Italia, që është për herë të katërt organizatori i lojrave mesatare. Kjo pas Napoli 1963, Bari 1997 dhe Pescara 2009. Kjo do thotë se ky edicion i 20 vjen për herë të dytë në Puglia. Janë 28 impiante sportive, ndërsa vetëm rikonstruksioni i stadiumit Erasmus Jakobone ka kushtuar 63.7 milionë euro. Nuk është fokusuar vetëm në Taranto, por këto lojra mesatare janë të shpërndarë edhe në Brindisi, Conversano, Crispiano, Fasano, Francavilla Fontana, Grottaglie, Lecce, Martina Franca, Massafra, Montemesola, San Giorgio Ionico dhe Torricella. Pra në të gjithë Puglian, sepse konsiderohet festë sportive për të gjithë, kjo për 2 javë, dhe për idhoj, të gjitha emocionet e lojrave mesatare në Taranto do të vinë drejt për drejt në rrjetin e radio televizionit shqiptar.